Veziri, këshilltari më i mirë i diturisë, është vetëpërmbajtja. Le të thellohemi në kuptimin e kësaj thënie mahnitëse dhe ta hulumtojmë rëndësinë e saj në dritën e Kuranit. Për të fituar një kuptim gjithëpërfshirës të kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu vazhdimisht thekson rëndësinë e diturisë dhe zbatimin e saj në aspekte të ndryshme të jetës. Në surën Zumer, ajeti 9, Allahu thot: thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë, vetëm ata të mençurit marrin mësim. Nga ky ajet, ne mund të nxjerrim përfundimin se dia është një pasuri e vlefshme që i veçon individët. Megjithatë, Imam Aliu na kujton se vetëm dituria nuk është e mjaftueshme. Ajo duhet të shoqërohet me vetëpërmbajtje, e cila vepron si një parim udhëzues në zbatimin e saj. Kurani më tej thekson rëndësinë e durimit në surën Araf, ajeti 199, ku Allahu thot: merre atë që është e lehtë, urdhëro për të mirën dhe largohu nga ignorantët. Ky ajet thekson nevojën për durim dhe vetkontroll kur përballemi me ignorancë ose fatkeqësi. Na mëson të përgjigjemi me urtësi dhe mirësi në vend që të reagojmë në mënyrë të nxituar. Imam Aliu kuptoi rëndësinë e kombinimit të diturisë me vetëpërmbajtje. Ai e ilustroi këtë në jetën e tij, duke shfaqur urtësi dhe durim të pamasë në ndërveprimet e tij me të tjerët. Aftësia e tij për të qëndruar i qetë dhe i përmbajtur në situata sfiduese i dha atij titullin Luani i Allahut dhe e vendosi atë si model për myslimanët. Duke theksuar rëndësinë e durimit si veziri më i mirë i diturisë, Imam Aliu na përkujton se dituria pa durim dhe vetkontroll mund të çojë në arrogancë dhe keqpërdorim të diturisë. Urtësia e vërtetë qëndron në përdorimin e njohurive për të përfituar të tjerët, për të nxitur harmoninë dhe për të lundruar në kompleksitetet e jetës me hir dhe përulësi. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se dituria është e paçmueshme, por ajo duhet të shoqërohet me vetëpërmbajtje. Duke kombinuar këto dy cilësi, ne mund të bëhemi ambasador të vërtetë të dijes, duke e përdorur atë për të sjellë ndryshime pozitive në veten dhe shoqërinë. Le të përpiqemi ta ndjekim urtësinë dhe durimin e Imam Aliut dhe të bëhemi vezirët më të mirë të diturisë në jetën tonë.